Është një ish ministër, deputet aktual, kandidat për deputet prap. Po. Ai e di kush është, që nuk ka kuptim t'ja themi ne, se nuk e ndihmojmë as e shpëtojnë do tani. Po. Është një biznesmen dhe një zyrtar tjetër i lartë. Pra janë 3 dosje. Më e madhja është e këtij ish ministrit, që ka rreth 100 faqe. Këto janë dërguar në telefonat e 2 gazetarëve. Njëri e ka thënë emrin. Jo, nuk ishte. Njëri ka qenë Elvi Fundo dhe Elvi Fundo e ka thënë që është, tjetri ka zgjedhur të mos e thotë që më ka ardhur dhe mua, po të gjithë ne e dim se kush është dhe i dyti, janë nxjerrë 2 gazetarë me profil opozitar, me idenë që presupozohet që sapo ta merrnin, do ta nxjerrin më njëherë. Ka qelluar që Fundo, siç ka treguar vetë, ka qenë i zënë atë moment, dhe ndërkohë që Fundo po lexon Ndërkohë që Fundo po do i vinte radhat më re me këtë emailin që i kishte, të WhatsApp-in që i kishte ardhur, Spaku i dërgoi më njëherë urdhër në WhatsApp për të ndaluar publikimin, sepse IT-ja i Spakut kishte kuptuar, kishte tentativa për të thyer sistemin dhe menjëherë ishin në lëvizje dhe kishin kuptuar gjithë zinxhiri që nga 2 zyrtarët e nivelit të ulët kishte vajtë këtë informacion. Pra nuk u publikua sepse Spaku urdhëroi të mos publikohej. Dhe ishte e qartë kush të kishte në çfarë shpërndajë. Sepse kjo është e qartë, dije që kishte shkuar të 2 vetave. Dhe të 2 do shkonin në burg nëse do të shpërndajnë më gjë. Po, nëse këtyre 2 vetave i shkon, ata që ja kanë dërguar këtyre 2 vetave janë kapur? Po, ata të 2 janë arrestuar. Të janë të arrestuar. Se kanë qenë me telefonin vetë. Ndërmjetësit janë arrestuar. Por ideja është, ky hetim që ne e trajtojmë si diçka jo na karuar me emailët, po për mua është alarm. Në konceptin ton të paktën të drejtësisë është katastrofë. Pse? Se të hakerosh në strukturën e posaçme, e cila ka pjesën e besueshmërisë 70%, e cila ka dosje shumë të nxehta në një periudhë shumë afër zgjedhjeve, do të thotë që situata realisht është aq alarmante sa ndoshta, po e quajmë kështu, ky person i mbrëmshëm mund të jetë ai që ka njoftuar këta individët, shikni se jeni ju kokat e turkut të shpejta. Spaku ka 2 elementë për mua që është treguar në deklaratën e sotme i pasinqertë. Para një herë reagoi shumë vonë kur gazetarët kanë pyetur prej ditësh. Elementi i parë përjashton mundësinë që të ketë patur akses për te emailit, pra në dokumente zyrtare. Ekspertë IT-s dinë që po hyra në email, ke hyrë në kompjuter e ke marrë gjitha. Sepse ajo është në internet. Po ekspertët e IT-s që kanë folur të dytë kanë thënë se është e pamundur që të hyesh edhe në email dhe në kompjuter pa një të brendshëm. Arrestuar ndërmjetësit dhe jo porositësit. Unë them janë ndërmjetës, 2 subjektët nuk janë hakerusit. Patjetër. Pra janë ata që kanë bërë kalimin e fajleve. Ata ishin hallka e fundit që mund gjurmoshin se çfarë ndodhi. Për të ndërprerë gjurmimin. Është thjesht një hile. Unë thjesht po them që Spaku nuk është treguar i sinqert me faktin që thotë nuk kam tradhti të brendshme, se në fakt sipas ekspertëve. Sipas ekspertëve, mos e mashtro publikun të paktën. Zoti Karanca, nëse këta 2 pjesa të arrestuarit një person tjetër. Nështrohen një presion shumë të madh, ta i tregojnë shokët. Ato do i tregojnë shokët. Rreziqi kanë treguar shokët. Ata rreziqi kanë treguar. Tani jemi përpara 2 momenteve. O kjo gjë është edhe më shumë se ç'duhet politike për t'i ulur kredibilitetin dhe ta bëj sa më vulnerabël Spakun, ose njerëz me shumë fuqi, koka të mëdha zhej, me shumë para, se ti e unë ne da nuk mund ta bëjmë dot. Ç'a jemi ne këtu? Kanë paguar që të marrin informacionet për të cilat Spaku ka ndaj tyre. Këtu ka dhe pak mish dhije, po të themi, ashtu? Pse është mish i dhis? Sepse është përdorur një ish ministër nëpërmjet një forme që t'i lehet opozitës.